U rikthehemi sërish në studio, do të vazhdojmë të mbetemi tek kultura dhe rëndësia e saj. Kësaj radhe kemi përzgjedhur trashëgiminë kulturore në Kosovë dhe gjendjen e saj, tema të shumta, debate të shumta, kohëve të fundit edhe protesta keni pasur rastin të shihni në veçantë në komunën e Prizrenit, në qytetin e Prizrenit. Kemi njërin nga përfaqësuesit e njërës prej organizatave, nëse mund të themi mamëza në vend, sa i përket reagimeve kur duhet të bëhen dhe përmirësimeve që gjithsesi duhet të bëhen kur jemi tek trashëgimia kulturore. Kemi zotëri Hajrulla Qeku nga organizata ju qeveritare Ecma Ndryshe. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. I mirë se ardhur çdo herë, thashë vazhdoni të jeni njëra nga organizata mamëza në vend, sa i përket reagimeve që bëni kur kemi fjalën për trashëgiminë kulturore. Sa po arrin që zoni i juve të shkojnë jo në vesh të shurdhur, po në vend të duhur? Realisht ajo të shka na jemi duke thonë që një kohë shumë dëgjatë, nuk është diçka pa njoftën, ose nuk është në farshkencë shumë e komplikume. Janë artikulimet tepër të thjeshta të problemeve shumë të mëdha, cilat shkaktohen kryesisht për shkak të mungesës gatishmërisë, institucioneve me u ballafaqu me krejt degradimin që ka ndodhur në qytetet tona në raport me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Deri vonë ka qenë problem me fol për trashëgiminë, për shkak se ju kanë referuar gjithmonë situatës së përgjithshme ekonomike, të lasheve tjera, edhe kanë thonë që trashëgimia është një temë e cila na mbetet për ma vonë. Është bo një farë shkputje, thu se trashëgimia është diçka shumë luksoze që i vjen dita dikur ma vonë. Por realisht, kohëve të fundit, viteve të fundit, kisha me thonë ashtu, ndoshta u qartësu shumë më shumë lidhja drejt mes trashëgimisë, nevojës për me mbrojt, edhe segmenteve tjera tjetës, zhvillimit ekonomik, deri të diplomacia rasti me UNESCO-n, e deri të qeverisja lokale në raport me zhvillimin urban të qyteteve tona, e tash fatkeqësisht kohëve të fundit edhe në raport me jetën e qytetarit, me sigurinë publike, sepse një pjesë e mirë e monumenteve tona, jo vetëm në Prizren, po thuajse gjitha qytetet e Kosovës janë në gjendje shumë të vështirë. Edhe më nuk po flasim vetëm për dëmtim të trashëgimisë kulturore, po flasim për rrezikim të jetës së qytetarit. Kështu që trashëgimia është pjesë përbërëse i jetës tonë të përditshme, e cila përveç aspektit vleror kulturor, emancipues, që ka lidhje drejt me segmente shumë praktike të jetës, ku bën pjesë edhe siguria. Kështu që ne rregullisht e kemi artikulu këtë shqetësim, një element e kemi potencuar rregullisht. Nëse një të zomë shtëpi e vjetër dëmtohet ose rënohet, për dikend mund me qenë vetëm një veprim i vogël, ose dikush edhe përshëndet, thot ka qenë e vjetër edhe duhet me ndërtu diçka të re në emër të zhvillimit, sido që ata e kuptojnë zhvillimin, po na e kemi përsërit një element shumë të thjeshtë. Nëse ajo shtëpi e vjetër ka qenë e listuar në listën e trashëgimisë kulturore, domethënë ka qenë monument i mbrojtur nga shteti, atër dëmtimi asaj shtëpie nënkupton vepër penale, vepër të rënd penale, edhe me kodin penal të Kosovës, një veprim i tillë sanksionohet goxha rënd, nuk është vepër e lehtë, po është goxha rënd penal. Prandaj kemi dashur me pru diskutimin rreth trashëgimisë kulturore në nivel të sundimit të ligjit. Edhe aty ku ka dëmtim të trashëgimisë, na kemi tentuar rregullisht me e kthy diskutimin nga trashëgimia në sundimin e ligjit, edhe sa herë që u dëmtu një monument i trashëgimisë, këtë rast ju kemi adresu sidomos institucioneve të gjyqësisë, sepse derisa dikush e dëmton edhe organet e hetuesisë, domethënë nga policia, prokuroria, deri te gjykata, nuk mirën me këto raste, atëherë bën që nuk po respektohet ligji, nuk po respektohen nenet e veçanta të kodit penal që flasin për dëmtimin e trashëgimisë. Po, deri tani nuk e di nëse ka marrë dikush ndonjë gjobë sa i përket dëmtimit të këtyre monumenteve. Vetëm ne
për këto 4-5 vitet e fundit kemi raportu me 10 raste të veprës penale dëmtimit trashëgimisë. Bile edhe i kemi dokumentu, kemi kryer edhe punën e hetuesit të prokurorit deri diku. Kemi dokumentu edhe ndërtimet pa leje dhe rrënimet edhe krejt kanosen që ka bë monumenteve trashëgimisë, edhe ato lanë që në të deponume, po edhe të publikume. Kështu në A do thot kjo që nuk janë njerëz kompetent në vende kyçe që mirën drejt për drejt me mbrojtjen e tyre, apo nuk kanë vullnet të mirë, apo janë këto të dyja bashkë të cilat po shkaktojnë një dëm të tillë të trashëgimisë kulturore? Po, definitivisht është një kombinim i faktorëve, po ndoshta arsyeja e parë është se disa në qeverisje ende nuk e kanë kuptuar rëndësinë e trashëgimisë kulturore. Sepse te kishin kuptu shumë lehtë, kishin integru edhe kishin shfrytzuar edhe politikisht edhe për vete temën e trashëgimisë. Kjo është e para. E dyta, një pjesë e dëmtuesve të trashëgimisë janë grupet interesit. Janë bizneset fuqishme që realisht interesin afarist e vendosin përmbi interesin e trashëgimisë kulturore. Edhe janë njerëz që kanë lidhje të fuqishme edhe në politikë, edhe në gjyqësi, edhe në sferat të tjera. Prandaj janë të paprekshëm, janë të pakapshëm për shtetin. Edhe treta, besoj që një pjesë e ndoshta gjyqësisë të na nuk e ka dhe njohurinë e duhur për me trajtu profesionalisht ndjekjen e rasteve të dëmtimit trashëgimisë kulturore. Nuk ka pasur shumë raste ndoshta për atë arsye që janë ankuar në aspekt ligjor sa i përket kësaj. Jo, raste ka shumë. Unë po them vetëm na kemi publikuar me 10 raste, po ka dhe shumë të tjera që janë raportuar edhe në media, edhe prej organizatave të tjera trashëgimisë që veprojnë në Kosovë, edhe vetë Komisioni Evropian me raportin e progresit çdo vit. I përsërit këto shqetësime, thotë që qytetet e Kosovës e trashëgimi janë duke u dëmtu sistematikisht. Prandaj kjo është dashur me qenë thirrje edhe për prokurorin edhe për gjykatësin, po edhe për komunën edhe qeverinë e Kosovës për me Po sa i përket buxhetit, çdo herë ndohet buxhet sa i përket restaurimit, renovimit, ruajtjes së mbrojtjes. Ato para nuk di ku investohen nëse nuk mbrohen dhe ruhen këto. Para rreth 5 muajve ne kemi publikuar një raport shkurt edhe i kemi vlerësuar 10 projektet restaurimit në Prizren në këto 10 vitet e fundit. Rezultatet janë shumë shqetësuese, dekurajuese. Kemi pasur që për këto 10 monumente edhe restaurime janë shpenzuar diku rreth 3 milionë euro, që është shumë e konsiderueshme. 60% i këtyre mjeteve vijnë nga donacionet nga jashtë, që do të janë mjetët të taksapaguesve të shteteve mike që dojnë me ndihmu Kosovën. Edhe në fund, kur kemi analizuar, kemi pasur që 90% i këtyre monumenteve janë të mbyllura. Nuk i shërbejnë as kujt, as turistit, as studiusit, as komunitetit lokal. Thjesht duke i lënë ato monumentet mbyllura mas restaurimit, ajo që ndodh është që ato nisin me vetë degradu, sepse nuk kanë mirëmbajtje, nuk ka komunitet ose jetë brenda monumentit. E kjo i bjen që edhe ato miliona që ne i shpenzojmë për me restauru, në fund shkojnë dëm edhe ato investime nuk i shërbejnë as qëllimeve ekonomike të mbrojtjes trashëgimisë, që është turizëm e të tjerë, as qëllimeve gjeoekonomike. Ka raste kur edhe jam ndrojnë pothuajse destinimin fare, nëse është një objekt kulturor trashëgimi, kur të shkosh mund të shohësh diçka tjetër, ndoshta nuk ja qëllojmë në restaurim, apo ja ndrojnë destinimin, mund të shndrojnë në një biznes të vogël aty afër diku e tjera. Pjesa më e madhe e rasteve të restaurimeve kanë përfunduar me monumente të mbyllura ose të shfrytzuar për qëllime të cilat nuk kanë qenë të parapame fillimisht kur ka nis projekti ose restaurimi. Apet për përmeni këtë hulumtim që e kemi bë, për këtyre 10 monumente, vetëm një ka plan të menaxhimit. Plani i menaxhimit është një dokument që tregon se kur kryhet restaurimi, çfarë destinimi ka më pas, për shka ka më u përdorur, çush ka më siguru qëndrueshmëria e atij monumenti. Ky vetmi monument që ka plan të menaxhimit, tash paradoksalisht, është hamami i qytetit, i cili ka nisur restauru në vitin 2013. Në vitin 2014 janë ndërprer punimet, sepse i kanë harxhu fondet, i kanë hyrë në punë pa i siguru këtë mjetet. Edhe që 2 vite, ai monument rrin ashtu, i hapun, edhe pa restaurim të përmbyllur, që i bjen që tash ma shumë është i cënueshëm në këtë formë se sa para se të filloj restaurimi. Në të tjera raste, ka keq përdorime në formën e shfrytëzimit. Për shembull, ju keni
institucione publike cilat i marrin këto monumente, i shfrytëzojnë për qëllime tyne zyre të drejtorisë ose të tjerave, kur këshirni për shka u nisë restaurime, shini që destinimi ka qenë këtë diçka tjetër, po ndoshta me përmendë edhe këtë fakt, biznesi nuk duhet me pa i shkëputun prej mbrojtjes së trashëgimisë kulturore. Modelet më të mira të mbrojtjes së trashëgimisë funksionojnë të fuzionume me biznesin. Po, duhet më siguru që shteti e ka regulativen, edhe shteti sigurohet që ky partneritet ndërtohet mbi do parime cilat nuk e shkelin mbrojtjen e trashëgimisë. Do të thonë dhe një biznes mund të me marrë menaxhimin e një monumenti, mund të edhe restoran me zhvillu ose bizneset. del bukur klasik diçka po pse jo, po vetëm duhet me respektu parimet e mbrojtjes, të restaurimit, të mirëmbajtjes së atij monumenti. Po ne jemi shumë larg kësaj edhe modelet që i kemi deri tash janë modelet që vazhdojnë me degradu monumentin e jo me mbrojt. Po si duket vetëm nëse del jashtë Kosovës mund të marrësh një model të mirë se si ata i menaxhojnë. Po ndoshta nuk shkojnë as për të vizituar këto objekte, këta liderëtanë të cilët vizitat i kanë të shumta jashtë vendit. Nuk e besoj sikur të kishim pas pak del për turizëm kulturor kur dalin këta jashtë dhe kujdesin ndaj trashëgimisë në Kosovë kishim pas ma ndryshe. Nuk besoj që me këtë nivel të njerëzve që i udhëheqin sot institucionet mundet me u bë diçka në emër të mbrojtjes së trashëgimisë. Të paktën një fotografi nuk mund t'ia fshojmë as në rrjetet sociale, të cilat tashmë kemi meq kudo kur vizitojnë ata diçka. Jo, deri tash nuk kam ka rastis me po. As mua. Mirë, jemi në fund të ditë tema shumë e gjerë, kemi shumë çfarë diskutojmë, por ku ishin zgjidhjen më të mirë të krejt këtyre degradimeve që po u bëhet? Ajo që jemi duke e thonë regullisht, edhe pse nuk është opsioni më i preferuar joni, është politika e ndëshkimeve, fatkeqësisht. Sepse sa herë që kemi evidentuar një rast të ri të degradimit, dhe kur kemi folë me investitorin, pronarin ose kushdo që ka bërë këtë sen, gjithmonë referenca ka qenë, po ky i kalumi e bonit njëjtën edhe në fakt nuk u ndëshku. Nëse ai e ka bërë, edhe aty zhvillon biznes, përfiton prej asaj pune, përfiton tu e degradu trashëgimin, atër krijohet një precedent shumë i rrezikshëm, se cili ka qef me bot njëtën dhe me përfitu. Në Prizren keni plot raste të rënimit shtëpiave të vjetra, cilat sot funksionojnë si parkingje, ose hotele, ose bizneset të tjera. Kështu që na po besojmë që nëse një shembull jepet një herë prej një gjykate ku dikush dënohet për veprën penale dëmtimit trashëgimisë, kjo kish më shërby për me parandalu edhe më tutje. E dyta, unë besoj që nuk ka pas asnjëherë koordinim të duhur mes institucioneve edhe palëve të interesit. Në kuptimin zhvillimor, se këta janë shumë të koordinuar për shkak me bizneset e të tjera, ose edhe e kundërta. Për një modeli menaxhimit, për shembull, të qendrave historike ose i trashëgimisë, ku shteti bashkë me biznesin, me aktorë tjerë, shoqërinë civile, profesionistët e tjerë ulen bashkë dhe dakordohen për një skenar ku secili përfiton. Kish me qenë një hap matutje, këto nuk e kemi pa deri tash. Jo se nuk mund ta ndajnë të tjerët, as idenë, as buxhetin. Absolutisht. Edhe ndoshta e fundit do të ishte një lloj mobilizimi pak më i madh qytetar, po në asnjë moment nuk i fajsojmë qytetarët, sepse ka dhe raste kur vetë familjet që kanë shtëpia të vjetra, që janë prona të mbrojtjen e trashëgimisë, detyrohen ose me i shit, ose me i rënu, sepse një ballafaqohen me oferta shumë të mëdha monetare, dhe dyta, shtëpiat janë ashtu të degraduara dhe kushton mirëmbajtja, sa për shkaqe të sigurisë kanë edhe detyrohen. Edhe sigurisë. Po, shumë aspekte që lidhen me një jetë normale brenda tyre. Prandaj, nëse shteti e fut një monument, në këtë rast një shtëpi në mbrojtje, duhet njëtën kohë me ofru edhe incentiva për atë familje që me mujt ajo me jetu ose me përfitu prej ati monumenti. Dhe më thonë, qytetarët edhe kur bën pjesë ndonjë degradimi, e bëjnë për shkak të pamundësisë edhe për shkak se detyrohen vinë deri në atë pikë. Po prap, unë besoj që niveli degradimit është shumë i madh në krejt Kosovën, prandaj edhe zhurma që e bëjmë ne është shumë e madhe. Definitivisht iniciativa tjera ose grupet organizume edhe në qytetet tjera që luftojnë për me mbrojt qytetet, me mbrojt trashëgimin, kish me ngrit paka shumë edhe këtë presion ndaj politikbërjes. Ndoshta partitë tona dikur ishin vetëdijsues që kur të shkojnë me kërku vota rën tjetër,
kalkulojnë që trashëgimia është një Flasim disa fjalë të një paktën. temë e cila mundet me i prek qytetarët në përgjithësi. Po. Faleminderit shumë që ishe pjesë e jona dhe sot. Dëshiroj punë të mbarë, të uroj festën dhe takomin në ditët e tjera. Jo, do të vazhdojmë tutje të ndërruar shikues, do të shkëputemi me një blog të shkurtër marketingu, kthehemi shumë shpejt me shumë materiale tjera që do t'ju presin.